Edhe pse kalendari thotë se është koha për pushime verore, realiteti për shumë qytetarë është krejtësisht i ndryshëm. Në vend që të planifikojnë udhëtime dhe pushime, ata thonë se me të ardhurat mujore mezja dalin. Disa thonë se nuk ka as para dhe as mundësi për pushime, ndërsa disa mund të përballojnë një pushim të shkurtër në Dojran. Ispod se të hileti dere nema shansa da preživesh. Nema shansa. A na odmor da zamineš? Nema od kuće ne možeš da iskočiš kako odmor. И по-малко и повече може. Малко ще се приспособиме или на по-добро, не може да одиме на Малта, ќе одиме во Дойран, пример. Значи сето е до нашето размислување. Това не може да се прехрани за прошечен одмор. Sipas përllogaritjeve të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, që një familje prej 4 personash të shkojë me pushime dhe vetëm për akomodim në Dojran, do t'i duhen mbi 25.000 denar. Ako se založat su krediti, za se pak da zaminat negdje, da se odmorat, da se opuštat i to sekogaš odat na odmor od 5 do 7 dana preko sila. Ona već go zaboravihme 15 dana odenje na odmor, videći i ova ne može nekoj da go priuštat. Tako da mislim deka se poveće standard na građanite opađa. Ona što odi na odmor odi, ali groto ne može da odi. Videći ne može ni mesecu da go istera sa ovije plati kao što se ga momentalno izema. Sindikata thot se standardi i jetesës së qytetarëve po bie çdo ditë. Për këta 2 muaj, shporta minimale e LSM-s u rrit mbi 2.000 denar dhe vetëm për ushqim 1.670 denar. Ndërsa paga minimale me rritjen ligjore është diku rreth 1.800 denar, që do të thotë se inflacioni e ka ngrënë rritjen.